jam me ato dhe kjo është e gjitha, tani varet si të merr rrjedha e lojës. Kam pas ato mendimet e mia në fillim, gjërat kanë ndryshuar tashmë, nuk është se janë të njëjta. Po. Por secili ka ato mendimet e veta. Po, fiks. Mbase nëse edhe Mali do kishte patur një histori në këtë lojë, edhe ti mendoje. Mali ka dashur ta ketë. Çfarë do kishin thënë njerëzit? Ka dashur ta ketë. Çfarë do kishin thënë? Ku e me Nolta? Po, me Loren. Me Loren. S'ke dashur ta kesh me Loren? Nuk është gjë do sa anaj ndodh vetë. Pikërisht pra, edhe kjo po ndodh vetë, edhe ti, nëse Lorea do të ishte single, ti do kishe dashur ta njihni më shumë dhe pse jo të krijoj marrëdhënie. E ke dashur? Se më hondot. Në asnjë moment s'më hondot se kjo Ama, di të them dhe këtë, që në qoftë se ti do ishe lidhur, do kishe krijuar një romans me dikë këtu brenda, a do ishe paragjykuar dhe ti Mali? A ndjen këtë gjën? Sepse unë e di shumë, unë e mendoj dhe si vetën time, unë qoftë se do kisha një status tjetër, do kisha qef dikë këtu brenda, edhe do linte se s'do këtu e njeh njeriu edhe mund të tërheqi, mund të pëlqej, mund kesh kimi. Fillojnë njerëzit të paragjykojnë, të thonë fake. A të thonë mendime? Po. Nëse i shkon 1.000.000% e vërtet, menoj që nuk ish pas vend heq për paragjykime. Se kishin vrejt, krejt që është e vërtet. Po ti nuk e vren. Unë për shembull e vrej. Nuk, okej. Jona. Okej, jo, e di, e kuptova domethënë se humori që nuk, sipas se nuk është. I qënë, nuk e thash ato, po e thash që tjetër, në tash ti nuk kuptoj që është dush. Unë që është të menoj, vallojnë, se kur e diçka vërtet, rezatone. Ka diçka që është e vërtet në këtë lojë sipas teje? Ka diçka të vërtet? Ku i shikon, përveç Stenaldos, sepse dihet që ti dhe Stenaldo jeni të pandartë. Boll mirë ka thonë Luizi, që ajo ma e vërteta. Shumë bukur, kjo dihet në rregull, se doli edhe një klip mes jush shumë i bukur që realisht ju përgëzoj edhe jeni